investimin. Sidoqoftë unë po e lexoj për çka bëhet fjalë, për shkak se është më i gjatë lajmi, edhe pastaj e diskutojmë me mysafirin këtë çështje. Ka të bëjë me Gëzim Visukën, që është një profesor, kështu thot Universiteti i Prishtinës në njoftimin e tyre. Po e lexoj disa rreshta. Studiuesi me renomë ndërkombëtare, profesor Gëzim Visuka nga Dublin City University dhe bashkëpunëtori kërkimor në Universitetin e Oxfordit transferohet edhe në Universitetin e Prishtinës. Një lajm shumë i mirë. Për me u gëzu jo vetëm studentët, jo vetëm Universiteti i Prishtinës, po krejt Kosova në fakt, sepse kryesisht ata të cilët studiojnë, me zipresin me shku jashtë, me mbaru edhe një pjesë të studimeve dhe të qëndrojnë atje dhe të bën profesor me renomë ndërkombëtare. Por ndryshe është zotri Visuka, i cili bëri një transfer edhe në Kosovë në UP pra. Kjo thot me propozimin e rektorit profesor Arben Hajrullah në mbledhjen e 20 të zhvilluar më 30 shtator 2025, Senati i Universitetit të Prishtinës një zëri miratoi propozimin për transferimin e profesorit të Universitetit të qytetit të Dublinit. Tash, transferimi i profesorit të njërë u bën në bazë të rregullorës për transferim, programin Brain Gain dhe rastet e nevojës së jashtëzakonshme të rekrutimit të personelit akademik të miratuar më 30 prill 2025 nga Senati i UP-s. Profesorin Gëzim Visuka kemi nder me pas edhe në emisionin e mëngjesit përmes kësaj lidhje direkte. Mirëmëngjesi, profesor. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit po ashtu që keni pranuar dhe që jeni me ne në emisionin e mëngjesit. Po e nisim këtë ditë, po shpresoj me energji të mirë dhe me një energji pozitive. Të lutem na trego pak për momentin jeni po besoj në Kosovë apo jo, keni filluar ligjëratat edhe çush ndodhet tash ky transferimi prej atje këtu, çush do të jenë ligjëratat e juaja, na trego në detaje. Atëherë, faleminderit një herë për ftesën. Mendoj që ka ndodhur një keq kuptim në sa i përket afilimit tim me UP-n. Nuk kemi të bëjmë një transfer fizik ose mekanik, por është një afilim akademik që i bën një përkatësi. Se unë jam full time në Dublin, kam jem edhe me Oxfordin, edhe tash kam shpreh vullnetin që të jem pjesë do të me normë jo të plot, me orar jo të plot edhe tek UP-ja. Është një praktikë e re ndërkombëtare që nuk kemi bëjmë me kthimin e tërurit, por me qarkullim të tërurit, ku akademikët, studiuesit mund të japin kontribut në disa vende. Kështu që unë do mbes me orar të plot në Dublin, por që do të ketë mundësi të bëj unë është që të vej më shpesh në Kosovë, të jap kontributin akademik në ngritjen e kapaciteteve në UP, në ndërtimin e urave, me tjera bashkëpunime ndërkombëtare dhe promovimin e kërkimeve dhe hulumtimit mbi Kosovën. Po edhe kjo është një gjë e mirë, të paktën ju po vini edhe po e shkëmbeni përvojën tuaj që keni mujt me marrë deri tash atje dhe mënyrë që me shpërdo edhe të studentët edhe me ju ofru mundësi të tjera që të kenë qasje edhe me profesorët ndërkombëtar në këtë rast, apo jo? Saktë. Unë asnjëherë nuk jam largon nga Kosova në kuptimin e bashkëpunimit. Kam bashkëpunuar me shoqërinë civile, me studius individual, por ky bashkëpunim i ri me UP-n do të më jap mua një hapësirë ose studentëve të Kosovës dhe studiusëve të Kosovës jap një platformë të re për bashkëpunim, për shkëmbim të dijes, njohurive edhe bashkëpunimeve. Duhet ta shohim si një kthesë e mbarë, nga se në perëndim apo në diasporë ekziston një komunitet i aktiv akademik që punojnë në universitete, hulumtues dhe kjo rregulloria e re e UP-s mendoj që ofron një platformë të re për kthimin ose për afrimin e diasporës akademike me Kosovën për të dhënë kontributin në forma ndryshme. Do ta kemi parasysh që kthimi fizik në vendlindje është i vështirë, por me kalimin e kohës mund të ketë hapa për afrim dhe pastaj nëse krijon kushtet dhe rrethonat mund të ketë pastaj transferim plot. Po mendoj që është lëvizje e duhur që i ka munguar Kosovës në një kohë gjatë për të shfrytzuar ose sjell në përdorim njohuri, dije, përvojën e botës akademike shqiptare në diasporë edhe ngjajshëm për t'i hapur mundësi studiuesve nga Kosova të dalin, të kthehen, të qarkullojnë dijen.
Po, e kuptoj, ju do të ligjëroni në një formë ku pas kohë online, apo edhe do të vini sa më shpesh fizikisht, dhe është në një formë lënda e njëjtë, informatat e njëjta, çysh do të jetë kjo pjesë? Këto janë detaje që edhe si kemi diskutuar, të jam i sinqert, është faza e hershme, por definitivisht do të ka mundësi që të shpërndaj njohuritë, përvojat dhe çastin akademike që i kemi edhe në Irlandë, po edhe në vende tjera të perëndimit, me studius, me student të UP-s. Mi po, çka unë më të ofroj si vlerë të shtuar, mendoj, përveç ligjerimit që është diçka bazike që e bëjmë gjithë, është përvoja kërkimore, përvoja institucionale për ngritjen e cilësisë kërkimore në universitetet publike dhe ndërkombëtarizimi i UP-s. Do të jenë disa fusha për te klasës ose për te hapësirës së klasës dhe mësimdhënies, të cilat UP-ja ka nevojë të forcohet. Kështu që unë mendoj që në ato fusha do të kem mundësi të jap kontributin për përmirësimin e imazhit dhe rankimit të UP-s në nivel evropian dhe ndërkombëtar. Do të jetë një mundësi edhe mirë për studentët, po besoj, për me pas se çka ka edhe jashtë Kosovës në një formë. Po, në botën digjitale është problem që kemi atë ndarjet lokale, ndërkombëtare dhe tutje, do të studiues e Kosovës, edhe me Kosovë që janë kuadro të mira, do të kemi perceptime që këta që janë jashtë janë më të mirë ose anasjelltas, po studentët e Kosovës kanë hapësirë që tani e tutje përmes meje ose studiuesve të tjerë që kthehen të mësojnë përvoja të reja ose çështje të reja akademike dhe ato të krahasojnë me ato që i marrin në UP. Po. Uroj që ky bashkëpunim kam ju shku mirë, nuk e di në qoftë është bashkëpunimi i parë me Universitetin e Prishtinës, keni pas edhe bashkëpunime të tjera, apo prisni që të shtohen në vazhdimsi? Po, unë kam qenë student në UP, edhe kam bajtë gjithmonë kontakte me profesora dhe me kuadro akademike. Për momentin jam i afiliuar edhe me Oxfordin, me Universitetin e Oxfordit. Aty do të është një afiliem akademik, ku ko pas kohë shkoj përdori arkivat edhe jam duke shkruar një libër me një profesor atje. Kështu që këtu janë metodat e reja të shkëmbimit akademik, të lëvizjes virtuale dhe hibride, dhe janë do të mënyra se si ne komunikojmë njohuritë tona dhe lidhem të botën përmes botës akademike. Qysh është Oxfordi, na trego pak? Edhe këtë pjesë dua ta di. Po, është universitet dhe me renome ndërkombëtare. Ata kanë disiplinë të madhe, kanë vetë përkushtim, kanë kritere të larta, do thotë që nga koha kur pranohen studentët, ata janë studentë më të mirë për nga vinë, edhe janë të vetë motivuar, edhe cilësia e kërkimit është në nivelit botëror, kanë kushtet mjaftueshme për profesor, për studenta, përmes librarive ose bibliotekave në çdo kolegj, kanë mundësi për lëvizshmëri, por në esencë të gjithë mund të jenë në Oxford, të gjithë mund të bëjnë punët e bën Oxfordi, nuk është diçka ekstraordinere ose e jashtëzakonshme. Një studius nga Kosova mund të jetë atje dhe në sjelltash, kështu që do të por ka çështja tek reputacionet tek emri, nganjëherë ata e mbajnë atë rankimin global për shkak të reputacionit. Po asgjë nuk ju mungon studentëve dhe profesorëve kosovar që mos të jenë në Oxford, apo jo, apo e thani këtë? Po, edhe ka shumë studiues nga Kosova që kanë studiuar në Oxford, që shpesh nuk vjen publik, por edhe nga diaspora në Angli, në Britaninë të Madhe, që shkojnë të studiojnë në Oxford. Unë kam qenë kohë punit më shpesh në Angli dhe po e vrej që është një gjeneratë e re, një brez i ri i diasporës kosovare dhe shqiptare në Britaninë të Madhe, të cilët ndoshta kanë lindur ose janë rritur atje, të cilët studiojnë edhe punojnë në universitetet kryesore në Cambridge, në Oxford, në Londër edhe vende tjera. Edhe mendoj që shembulli im po të tjerëve duhet të përcillet që këto kuadro të parafrohen më shumë me Kosovën, me UP-n dhe me tjerë universitete, edhe ndërtohen baza, ura, bashkëpunimi. Edhe këto gjëra mund të bëhen pa qenë fizik ose transferim të plot fizik në Kosovë përmes botës digjitale.
Profesor, falemderit shumë për kohën, falemderit për këto informata, ju urojmë një bashkëpunim sa më të mirë edhe më gjatë me Universitetin e Prishtinës, edhe uroj që si shembull, po ashtu edhe vetë ju të shërbenin për studentët, jo vetëm ata se çka ligjeron edhe çka e transferon e ta. Shumë kënaqësi që biseduam bashkë. Faleminderit shumë edhe mirupafshim. Gjithashtu.